Falënderimi ndaj Zotit. Fisi Sebe i jetonte në anët e Jemenit. Në këtë krahin binte shumë shi, por populli nuk mund përfitonte dot prej tij. Ata bën një barazh duke ndërtuar një mur në mënyrë që uji të mblidhej ndërmjet dy maleve. Tashmë uji i shiut mblidhej aty dhe ata mund ta përdornin për gjatë gjithë vitit. Për këtë arsye u bën shumë të pasur dhe formuan një civilizim të madh. Ata tashmë kishin kopshte në të cilat kultivoheshin fruta të shumëllojshme. Këta kopshte i jepnin një tablo të këndshme dhe panoramë mjaft të bukur. Aty u themeluan shumë qytete të bukura afër njëri tjetrit. Udhëtarët mund të hynin dhe të dilnin pa pasur asnjë frikë. Për shkak se qytetarët ishin shumë afër njëri tjetrit, askush nuk guxonte t'i sulmonte udhëtarët nëpër rrugë. Nisur nga kjo, ata filluan të luteshin: O Zoti ynë, qytetet janë afër njëri tjetrit. Për këtë arsye na kanë privuar nga kënaqësia për të bërë udhëtime të gjata. Po të ishin larg njëri tjetrit këto qytete, udhëtimi do të ishte shumë i këndshëm. Në këtë mënyrë, krahas se nuk shprehnin falënderim për këtë mirësi që u kishte dhënë Allahu, shfaqnin edhe mosmirnjohje me këto fjalë. Allahu i ndëshkoi ata duke shkatruar barazhin që kishin bërë për mbledhjen e ujit. Qytetet u përmbytën. Pasi u shkatrua barazhi, uji e përmbyti çdo vend sikur të kishte ndodhur ndonjë furtunë e madhe. Njerëzit filluan të iknin në veri, domethënë drejt qyteteve arabe, në mënyrë që të mos mbydeshin. Këto qytete u shndërruan në shkretë të tjerë të braktisur, sepse tashmë nuk ishte më ujë për përdorim. Vendet e kopshteve në të cilat kultivoheshin me mirë lloje frutash, tashmë ishin shndërruar në toka të shkreta në të cilat nuk ishte asnjë pemë, vetëm ferra dhe shkurre. Ja pra, ky ishte ndëshkimi për mosmirnjohjen ndaj mirësisë së Allahut dhe për mos falënderimin ndaj tij.